Natyra është e mrekullueshme, me resurse të jashtëzakonshme, mundësi për turizëm gjithvjetor, por emigrimi masiv po e zbeh Kelmendi në Malësi të Madhe. Përkundër qindra të rinjve që kanë emigruar në Amerikë, disa të tjerë kanë vendosur të qëndrojnë duke ndërtuar bujtina e duke mbajtur gjallë turizmin, por sërish plaga e migracionit nuk po ndalet. Gjinaf, talëshohet këtë vend, por kështu erdhi koha, kështu erdhi puna për një jetë më të mirë. Se djeta e punë, jo se nuk jetohet në Verboshe, jo se Verboshe është një vend shumë i bukur. Është i vend i bukur dhe jo se s'ka të arme për turizm, po gjatë verës vinë bëllë, po problemi janë dritat, që rrjeti shumë i dobë. Gazbend Pepa i ka thënë jo emigrimit, së bashku me familjen, po prete për cilë turista ndonë se dimri është pak i vakët. Faleminderit Zotit, mirë ka kënë. Ka pas njerëz që vizitojnë shumë këtë vend të huaj, që kemi problem, më të madh kemi problemin e korrentit për bizneset, ajo është problemi më i madh. Rrugën e kemi shumë të mirë, shkoj në Amerikë, në Evropë, por më pëlqen vendi jam. Me mujt me edukua fëmijën me vendin tim, kam me 2 fëmijë punoj këtu. Nuk ka por sa është, por është jeta më e bukur në vendin tënd se zgjon tjetër. Kelmendi është i pasur edhe me bimet medicinale, të cilat kanë një vlerë të madhe shëndetësore. Langborënicet, që përdorin shumë për anemi, ke langun e thanës, që është puro langë thane, që përdorin për mëkun e zorve, ka qëtë rajsanze, ka përdoret për hëllim gjakut dhe shka për zamar, kolesterol ose në gjak. Të partë tanë, ka ndalë në bjeshke, ka ndellë, vetëm ka në thanë pa marrën për zamar. Rruga për në fshatrat turistik të Kelmendit mbahet hapur gjatë gjithë dimrit, ndërsa me rikthimin e reshjeve të Dëborës, kthehen edhe vizitorët e apasionuar pas natyrës.